Nëse do përkufizojmë literalisht se çfarë është Kurani, Kurani është fjala e Zotit. Është shpallur për Zotit kjo fjalë për njerëzimin, është mrekulli më vete, edhe sfiduese në të njëjtën kohë se kur zbriti Kurani, arabët nuk mund të vinin dot me një të ngjashëm si Kurani. Dhe ky Kuran ju zbrit nëpërmjet engjullit Xhibril, profetit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe ky Kuran, kjo fjalë e Zotit, u shkrua dhe u përmblodh në një kopje të vetme që u quhet Mushaf. Dhe ky Mushaf me shumë fishimet që në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, shumë fishimet në përqendrat islame, derisa ka arritur pastaj në kohën tonë, pra është përcjellur brez pas brezi, në formën më të mirë teknike, në formën më të saktë të mundur për të ruajtur një tekst origjinal të pandryshuar, dhe pjesë e përkufizimit literal të Kuranit është dhe pjesa shumë e rëndësishme që nëpërmjet fjalës së Zotit adhurohet Zoti. Pra, nëpërmjet Kuranit, ndryshe nga librat e tjerë që ne lexojmë, studiojmë, Kurani është i veçantë sepse çdo gërm që ne lexojmë nga Kurani është pjesë e adhurimit. Pra konsiderohet adhurim, ne adhurojmë Zotin sa herë që lexojmë Kuranin.